përshëndetje në studie këtu në 102.2 jemi së bashku me Violën në studio. Në edicionin matrit emisionit Cilet? Programit festiv. Po dhe, qëti të fundit. Kjem ku fjallja ma famshme për parimit sot. Sot kemi një ndërë dhe shanë. Përveç dy shikave që i patëm pak ma herët e kemi edhe Embru Zhildën këtu në edicionin e fundit programit saj për këtë vitit 2025. Embru, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Është nësi që të kemi këtu, mos harrojmë që Embru e kemi pas në emisionin Akustik Night. Edhe këngët e Embrus janë ndër ato këngë më të klikume që janë. Po, e vërtet. Më ka rame. Ne kemi publiku kështu që nuk kemi çfarë me thonë tjetër përveç se me të përgëzuese në momentin kur interpretimet e tua janë aq të ëmbla. Edhe janë aq të mira, kanë depërtuar jo vetëm mbrana Kosovës, po Kosova ka pasur shumë fansa prej Shqipërisë. Po, se më duke që kam këndu disa këngë të Shqipënisë, Shkodra ka plot dashuri. Po, patjetër. Po, e vërtet. Ka pas jashtëzakonisht shumë shikueshmëri të atyre vetove, po edhe shumë dashni. Interpretimi u bën perfekt, krejtë kanë pëlqyer interpretimin, për zgjedhjen e këngëve. Faleminderit shumë, po më vjen shumë mirë se edhe më përpara kemi diskutuar gjuhën shqipe, kom mësuar shumë më vonë, edhe me pas kaq njerëzit, kaq audiencë që dëgjojnë dhe ju pëlqen, po më vjen shumë mirë. Kemi qef na. Po, jo, definitivisht edhe për neve është kënaqësi shumë e madhe. Edhe në momentin që të kemi këtu, po edhe në momentin kur e shohim që ato këngë që ju i performoni pëlqejnë prej njerëzve. Njerë duhet me ta boni falënderim shumë special se dim që e ke shfrytzu pa uzën për marrë sot. Faleminderit shumë që je këtu sot me ne. Faleminderit për ju, për juve për ftesë, kënaqësi të mbyllim vitin së bashku. Valla po me atmosferë të mirë. Si ka qenë viti 2025 për Embru? 2025 ka qenë kështu me këqyrë për të këqyri, mirë ka qenë për mu fillimisht kom arrit me majt koncertin tam që kam organizu veç vetë. Ka qenë për herë të parë dhe ka qenë për herë të parë një sen tjetër që ja kom nisë me këndu pak ma kështu në për lokale që gjithmonë kom hezitu për shkak gjuhës, po besoj që kam mujt me arrit qëllimin që kom dashtë. Sa mirë. Unë nuk e di domethënë përderisa e ke kaluar Akustik Night-in pa asnjë problem edhe nuk e kemi vrejt bile këtë problemin e gjuhës hiç. Po ndodhet që ngrej komën zhak mandej. Edhe është shumë ndryshe kur je tonight edhe në telefon e shani video, ki pak më të lehtë me kritikuar edhe me gjetë diçka që nuk të pëlqen. E lemun lokale që krejt kanë qef bish më të një të knu edhe me kësi më gnatë. Jo, kom pak problem ndoshta që nuk po më nej foli non-stop se këtu normal gjuha shqipe folim krejt, gjuha shqipe, po kur këndoj sidomos është pak më ndryshe se janë disa fjalë që nuk e kuptoj, po do na me mësu përmensh. A haroj tekstin. Me gjithatë është shumë kënaqësi që të kemi këtu dhe mezi s'po presim për me dëgjuar edhe këngën e parë që do me performu sot për neve dhe dëgjuesit e Radio Plusit. Atëherë po filloj me këngën, po të prestesh Adërvani. Është një super hit ashtë që u bo, një këngë që është ka qenë super hit, edhe është një rikëthyrje. është rikëthy, me vedenë thotë që një 2 muj ka dole. Po, se najna ma ndryshe. Na kena qef që Jo, katë këngën e kom ditë shumë amote, shumë, e kom ditë une prej stringave. Ja, okej. Po. Negjë dhe Ganimetja Badjova kanë këtu do Po jo, se qëta, është ju i njeni ata, na i njojmë këta gjenerat ma gjenerate. Jo, me gjithatë është një super këngë që ka marrë pjesë të festivali Zambaku i Prizrenit, nëse nuk gaboj, nga Nezhmedini dhe Ganimetja, kështu që edhe ky ripërpunimi i fundit ka qenë mjaft i suksesshëm. Okej, me zis po presim për me dëgju Embru tash. Me busë zjarë të thellë shpirt më dogji i gjani, po të pres pëllumbi i bardë krahte tu në ndrat e mija, valsi që
vesh me buzë të zjarrit të thellë në shpirt më dogji I gjani po të pres pëllumbi I bardhë krahët e tu në ndrat e mia valsi qen ka dashuria më e fshet se fshetësia të ndroj nat për natë o shpirt o gjahan të ndroj nat për natë e s'të kam pran hape zemrën në shpirt se më mbyti malli kam dy fjali ruaj për ty do ta pëthi buzën e zjarët do t'i budh dy sytë Ka dalë për veri. Jashtëzakonisht e mirë dhe shumë qetësuese dhe shumë performanca e Shumë mirë. faleminderit, të e pas parasysh që është ende mëngjesi edhe Është ma zonin mirë. ende nuk e kam tamam që duhet. Jo vlla perfektus diçka po thute. Unë nuk e di, po unë e Vjola jo që marrin vesh shumë, kështu që... Po dhe na u knaqëm Na jemi kryesorja. Okej, shumë bile. E mbru falënderoj shumë, është shumë kënaqësi për me për me nisë me vazhdu ditën me këto këngë që nuk vdesin dyqysh. Janë nisën ripërpunohen prej shumë këngëtarëve të mirë dhe janë këngë që mbesin edhe është kënaqësi kur e dëgjojmë edhe versionin nga Embruja. Faleminderit shumë fakt se kështu këngët që janë më të vjetra gjithmonë më shumë pëlqejnë, edhe që tash janë plot këngë që kanë bo, që janë po gjatë mira, po kështu vjetra e kanë një farë. Po sa ke të hyta, ki qef me ma shumë me performun kanë të vjetra, kështu goxha të vjetra të në Shqipe, a ki qef ma shumë këto të rejat? Të vjetra, edhe Se besoj këto të rejat janë pak ma... po, pak ma bala, ato që janë pak ma balade se më shumë përshtaten zonin tem. Vjola që tash është ka e bon një, ka me dalë shumë e mirë. Kemi mi marrë krej, do me thonë kemi me pasë në repertuar. Unë po që ditë na ajo, halano po që ditë na që të më gëni thirë në akustik. Jo më ofendu ko që shumë. E fillove me Shadrvanin, me Prizrenin, me sigurisë të lidhë, shka me Prizrenin, apo jo, atje. Pa e kështu e kam prej ardhjen prej Prizrenit, pa ma kështu jam lindë dhe jam rritë në Prishtinë, kështu që jam aj vetën në Prishtinës. Po, e Prishtinës, po, kënon për rojt. Qashtu. Zabrën e ka atje. Po, atjetër. Na I përshëndesim edhe gjithë kolegët e tu të punës. Edhe... Faleminderit, po besoj që janë të na ndëgju, se ashtu dola, kur erdha me gitar, me njerë më kam pyte pse me gitar, tani thash, I ka one. I ka onë. Mos pyet një shumë. është bankiere. Ha? Po. Ha? Për ato kemi thjesht, se kemi interes, do Da, të po da. O, interesi interesi që aje është. Si Hej, na u knaqëm shumë. Okej, si ka qenë, na të pyetëm për muzikën, ndërkohë që ka kjo ana profesionale nga puna, do të thonë që ti e bën e përditshme, ka qenë një vit I mirë apo jo? Ka qenë jo kështu me këqyrë, ka qenë një vit I mirë edhe në anën e punës, edhe për muzikë edhe krejt. Perfekt. Po shpresojmë që edhe 2026 ka me të shku edhe ma mirë. Inshallah, shpresoj për krejt. Unë e thash kur ka qenë Akustik Night, ngrej kohën zhak edhe kemi plana Po. për Lokale të në për ndryshme. shumë, do të thonë, performanca live që I ka bo. Po shojmë tash në vitin 2026, mos mi bën Embru milionat edhe po Na I sken. po e thiri ma shpesh. Mos mi bjena një rrugës shkallëve. Me mëngjes na të këti. Në emision të mëngjesit me musafir të këndu. Embru, cila është konga e dytë për sot? Konga e dytë, po këndoj nga Sabri Feyzullahu I okej. në Pramber. Okej, perfekt. Kemi nevojë për pranverë. Mas dimrit vjen pranverë. Pranverë. Kështu që. Këtu dhe dita fillon nga dashuria, qyteti rritët në bukuri, këtu dhe jeta nxiton nga dituria, e tjeli sot lindë me lakmi, verë në bozhur e verë në ne. Anë mba, mushton je
Fander shumë e mbruni super kong edhe je kanë rikëthen kështu në kokë. Jam të kongë që jom bo me një periudhë kalume edhe kongë shumë të mira. Shtu që edhe ky interpretimi yt lumë si ata kolegë që të kanë. Të kishim pas kolegë. Po dhe në shpe lumë ata që e kanë. Edhe në shpe lumë ata që e kanë sot viti ri, garant i ai këngëtarja e shtëpisë që kënon. E bën atmosferën në shpe. Me të drejtën mi u kallzu në shtëpi, kënoj vetëm kur jam vetë. Hiç nuk kam qef dikush me më dëgju, sidomos babi, se ai merr vesh shumë pe muzikën dhe të më kritikon kur nuk kënoj mirë. Gjithashtu në punë kur shpesh ma bojnë me kënu në i këngë, po kur në kënoj. Jo, neve Adriana ngon, kur i thona me kënu kënon. Është mirë me pas dikon se kur nuk din vetë, ki qef me ngu dikon që din edhe knaqësh. Na u knaqëm sot me këtu muzika live që i kemi, është jashtëzakonisht mirë, është një falëndinje shumë e mirë. Qatë viti kaluam më patë marrë një intervistë Viola dhe më patë thonë që pse modest, pse s'pe tregon, po na i punë që kemi bu. Dhe kjo po tregon modeste se kënon shumë mirë. Ekstrem për mirë. Shumë. Ju kom tek sot. Shumë, ja kam më me kënu, ja nuk e di. Atëre kështë pas qef me më bashkan gjitë, me muzikë. S'kësha, s'besoj që ki qef. Po dim qysh me ja gjetë një farë, mi thonë s'din me bërë që to për me qitë pi pune. Me kënua jo. E mbrua të ndihmojnë që ke periudha e festave të fund vitit me këndu kështu me e kur ma shlirë, ajo. A e mendon edhe me shkrujt në i nga diçka? Jo, shpesh ma bojnë që të pyetje, po jo, kur nuk kom tentu, as nuk e mendoj se besoj që nuk e kom qatë talent me shkrujt në i këngë. Kështu që po vazhdoj me covers. Shumë mirë, po besoj do me thonë që ma vonë ka me pas të njerëz që të ofrojnë tekst ose të ofrojnë rri melodike. Ka edhe shumë covera në fakt që jo mbu ma të famshëm se ka nga vetë originalja. Po e vërtet, shumë e vërtet. Kjo ndodhë shpesh. Vitin e kalum do këtë ka qenë një këngë që është bu ma e famshme, ma e popularizume se vetë ka nga originale, edhe më ndaj është dashtë me fshi coverën, se nuk ka meritun, dhe është merita që i ka, edhe pse performanca edhe krejt ato e kanë bot vetëm, po edhe coverat e din me bo ata. Jo, me gjithat është shumë gavim nëse fshihet coveri, për shkak se coveri është një shtytje për vetë originalin që Brumi është prej atij që e ka lancuar në fillim, mandena ripërpunimet janë diçka tjetër. Se cilin njeri e ka stilin e vetë, e ka audiencën e vetë, dhe kështu që pas ka bu gabim s'pedi për kone ka fjallë. Nejse dhe tash për parem. Embru, a ki me urudi kam për vitin 2026? A ki në dëshirë shtu? Dëshira jam është gjithmonë vetëm shëndetje. Tani normal vinë senet e tjera, po shëndetje vjen tani i parë. Tani këtë mirat e botës, çdo që dëshiron, ju plotësohet. Embru, dhe jarë po e ceke që e ke shfrytzu pauzën për me ardhë në edicionin e sotëm, për atë dhe po im shojnë pak ma shkurt, nuk kem kadu për me të majtë gjatë. Për një me falenderit shumë, falenderit Sar që gjenë kohë dhe je pjesë e programeve të Radio Plusit, po shpresoj që në vitin 2026 kemi me organizu në qoftë në imrojmë një Akustik Night, po qoftë diçka tjetër që ka të bëj me muzikën edhe Embru është gjithmonë e mirëseardhur. Patjetër, shumë faleminderit. A ve bojmë një këngë për sot ajo? Që shtë doni? Okej. Na dojmë valla. Me këtë këngë edhe ju përshëndet Embru, për shkak se duhet me liru. Mandej po rikthehemi këtu në edicionin e sotëm festiv, ku përveç mejes dhe Violës është edhe Adea e gjithashtu, po shpresoj edhe një pjesë tjetër e stafit që kanë mikrofonat sot apo bojnë ajo. Okej. Atëherë pra e këndoj prap një këngë e vjetër, besoj është këngë kështu drani, Turtullesh. Turtullesh është super këngë, go se të byn me mësue.
fish